me gjithë respekt, nuk presim leksione nga një parti politike e cila burojë ndaj korrupsionit, nuk e ka mbi kokë, po e ka kryetar. Dakord? Dhe e para e punës. E dyta, po të shohësh me vëmendje, të lexosh edhe të jesh mendje hapur sa i takon Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, me që përmende, po dhe të lexosh raportet e Bashkimit Evropian dhe këtë të fundit tani, draft raportin që sapo ka dalë, që do prezantohet në Parlamentin Evropian për Shqipërinë, do lexosh që të gjitha reformat që ka bërë Shqipëria vlerësohen vimësisht, vlerësohet zbatimi i tyre, flitet për precedentin e Shqipërisë për hapjen e negociatave, për pritshmëritë për mbylljen e tyre brenda 2026-s. Raporti i ndërmjetëm i piketave, siç e quan të themeloreve, se i përmende këtu disa herë, ne të gjitha detyrat i kemi bërë, i kemi dorëzuar dhe presim shumë shpejt që ai raport të miratohet dhe më pas hapet rruga për mbylljen e kapitujve. Dhe t'jeni të sigurt që në 2026 dhe 2027 Shqipëria do t'i mbyll kapitujt për antarësim në Bashkimin Evropian, do ta përfundojë këtë proces me të gjitha energjitë e saj, me të gjitha kapacitetet, me të gjitha sakrificat që ka bërë dhe me të gjithë udhëheqësinë e saj në reformën drejtësi që jo ju s'kishit për ta ndërmarrë kur, po dhe ato vende që ti përmende këtu si pararoj, që pas kanë hapur e mbyllur kapituj, nuk janë kurkund në plotësimin e këtyre standardeve, kritereve, jo e më reformave si që i përmënde. Ata po gjykohen me një metodologji tjetër dhe asgjë me ta, sepse ne duam sigurisht që gjitha vëndet e Ballkanit Perëndimor, të 6 vendet të ecin përpara në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, por nuk mund të krahasohet përparësia dhe progresi që Shqipëria ka bërë me metodologjinë e re themelore të parat me asnjë vend tjetër në rajonin ton. Dhe ky është fakti. Pastaj sa na takon ne, sovranitetit ton si vend, për të diskutuar si për reforma, si për përmirësime në ligje, si për diskutime në kuvend apo në gjykatën kushtetuese apo kudo tjetër, ku respektohen afatet, ku respektohen institucionet dhe ku respektohen vendimet e tyre, këtu nuk ka njeri as institucion që të na thotë që këtë nuk mund ta bëni. Dhe po e them këtu sepse besoj publiku e di, po për diskutimin në kuvendin ton, që në rast se ka një parti politike, apo nëse ka një forcë, apo një qeveri, e cila përtej çdo kosto të mundshme, i ka garantuar institucioneve të reja drejtësisë, i ka garantuar këtij vendi një reformë institucionale të thellë në fushën e pavarësisë së gjyqësorit dhe sundimit të ligjit, është kjo qeveri. Duhet trokitur në fund dhe t'jeni të sigurt që nuk ka asnjë çështje të brendshme, asnjë problematik këtu dhe asnjë çështje tjetër që mund të marrë peng procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe jo artikuj të sponsorizuar në mediat huaja, narrativa të prodhuara këtu që pastaj shiten në institucionet ndërkombëtare apo në media si e vërteta e Shqipërisë dhe nuk ka tym e zjarr që mund t'ja shëmtoj Shqipërisë apo mund t'i marrë asaj sukseset që ajo ka të paktën në këtë fushë. A jemi të vetëdijshëm ne për nevojën patjetër për të vazhduar me reformat në të gjitha fushat, për gjitha kapitujt, për gjithë sektorët, po kjo nuk do mend dhe kjo dihet. Pra as vetkënaqësi, por dhe t'jemi të vetëdijshëm që raporti i piketave ndërmjetme për Shqipërinë do merret, mos e keni këtë shqetësim fare, dhe sigurisht që kapitujt, ato që kemi planifikuar për 2026 do mbyllet e në vijim për 2027.